kryeministri Kurti është kryeministri i befasive dhe ju e dini këtë që Kosova asnjëherë nuk ka prodhu as president, ndoshta nëse mund themi as kryeministri, madje as kryetar të kuvendit, shumë kohë përpara. Ne gjithë jemi mësuar ndoshta pej vdekjes së Ibrahim Rogovës që të shohim president që janë në momentet fundit pas mesnatës ku ne kemi pritë seancat me orë të tëra me u zgjidh një kryeministër, një kryetar i kuvendit ose madje edhe një president. Por çfarë duhet të themi është se ka pak lëvizje për këto, nëse mund të themi këto koloare tona, po qarkullojnë 2-3 emra aktualisht, për shembull bëri buj ky takimi i kryeministrit Kurti me komandantin e ushtrisë të FSK-s, këtë rast që i bie Bashkimi Jasharit, po flitet edhe për emrin e profesorit Fatmir Sejdiu, ish presidentit, pastaj të ambasadorit tjetër Muhamedit Kullashi, por këto vetëm mbeten spekulime derisa ne nuk e kemi një emër. Interesant është pas sot po vlon rrjeti pak prej çti emri, pra prej Bashkimi Jasharit, që është komandant i suprem, pra jo suprem, por është komandant i përgjithshëm i forcat armatosura të Kosovës dhe ai vjen nga familja Jashari. Familja Jashari edhe më herët është deklaruar se do të futet në këtë temë. Këtu desha me dalë se ndoshta nuk do të ishte mirë që edhe këto momentet e fundit, këto 3 ditë sa kanë mbet, ndoshta 4 ditë mund themi, që të flitet tash për një vëlla tjetër nga familja Jashari. Ne më herët e kemi pa qëndrimin e familjes Jashari nëpërmjet Muratit, pastaj ishim ne bashkë në Debat Plus kur edhe konfirmoi edhe Bekimi se atë që ka thënë vetë Murati, qëndron domosdoshmë familja Jashari nuk do të përfshihet në këtë proces tash për tash të si një emër për president konsensual të Kosovës, por megjithatë prapë zoti Byty që se ata familja Jashari kanë bërë çfarë, pra ka edhe Bekim Jashari, edhe Murat Jashari kanë bërë çfarë, s'po po tash kur kryeministri takohet me komandantin e forcave të armatosura, nuk do të thotë detyrimisht se ata janë ulur për me bisedu për një emër konsensual. Takimet e kryeministrit, presidentin me komandantin e FSK-s, me drejtorin e policisë, me takis duhet me qenë normale, besoj edhe mund duhet jenë edhe javore për shkak se po flasim për sigurinë e vendit, për shtetin ton. Prandaj ndoshta edhe pak javore duhet me qenë me këta takis, po me komandantin e ushtrisë. Po ishte më herët edhe me takis, ju e dini para 3-4 ditë ju vazhdu mandati Petrit Ajetit, drejtori i AKI-s, më herët të takuar. Ai shërben si këshilltar, pra është logjike që shefi i AKI-s takohet ndoshta më shumë se një herë në javë, mirë, po ai është këshilltari. Unë kam thënë më herët, po më duhet edhe me përsërit secili qytetar i Kosovës në këto rrethana që ne sot jemi si shtet do duhet i gëzojë ardhjes së njërit emër nga familja Jashari. Prandaj këtu nuk bën përjashtim as Bashkimi Jashari e as Murat Jashari për mua dhe për këtë qytetarët e Kosovës, këta dy emra do duhet ishin, nëse mund të themi kështu, ajo emblema e shtetit Kosovës